Gjërave I kishit parë dëgjuar, disa të tjera I dëgjonin sot për herë të parë sepse janë bërë në mos prezencën tuaj. Mateo. Personalisht nuk bëjmë fare përshtypjes fjalët që thojnë banorët tu në shtëpi, se jam mësuar nga mjesi deri në darkë që vetëm shpifin, mashtrojnë, hiperbolizojnë, sulmojnë. Edhe tjetër për këto s'besojnë asnjë gjë. Një herë thojnë Mateo përdor brikenën, ditën tjetër thojnë brikena përdor Mateo, kështu që fjalët e këtyre për mua vlen zero. Për mua më intereson vetëm çfarë mendon brikena për mua dhe si e kam relatën me brikenën. Nëse ajo më beson, për mua është gjithçka në rregull. Gjatë këtyre ditëve si e ke lexuar mendimin e brikenës për ty? Thjesht nuk më pëlqen ajo pasiguria që tregon më shumë se ç'duhet. Se ideja është moment që thot mos ma thuaj që ndjen, edhe ma thot një herë, 2 herë, 3 herë, normal që kjo gjë e mbezdis. Nëse ti e mendon, mbaje për vete dhe më lër mua të bëj atë që unë dua, edhe ti pastaj bën vlerësimin tënd. E pse mendon se ta kërkon këtë gjën, pra që ti të mos ta thuash më me zë të lartë që e pëlqen ose që ke ndjenja për të? Po, s'është se për tas me zë të lartë, unë këto muhabeti bëj vetëm me brikenën, nuk është se bëj me pjesën tjetër banorëve, nuk është I temë që unë e flas me të gjithë, e flas vetëm me të, ose nëse mërzitem me brikenën, maksimumi mund ta flas me një mik ose me një mikë timen këtu brenda. Okej, Brikena? Atëherë Lidian, unë ja kam shpjeguar edhe Mateos se unë për veti, domethënë opinionet që I mendojnë banor tjerë, unë jam e fortë dhe I përballoj, mu nuk më intereson çfarë thojnë, nuk ja u vëj veshin. Amo mu më vjen keq a din bëhet shumë e tepërt kur vinte Mateo dhe I thojnë shumë fjalë, domethënë e ulin shumë edhe bojnë sikurse ky, domethënë është vdek për mua kësi gjëra, a din nuk më pëlqen në çësia që ka ndaj Mateos dhe ka herë Nina keq edhe për Mateo. Ashtu marruse bani përshtypjen e Roma. Unë personalisht I kam thënë edhe Mateos, unë besoj se ke I pëlqem, unë e shoh që ke I pëlqem, ke edhe një pëlqem të madh dhe e respektoj shumë këtë gjë dhe mundon as me bë muni sa më mirë se dhe mu a din kam interes për Mateon edhe normal më rrihet me Mateon, më pëlqen si djalë, po problemi është që unë nuk e shoh se ka ndjenja për mua. Edhe në momentin që unë nuk e shoh këtë gjë I them thjesht mos ma thuj se më vën siklet. Nëse ti me kohën ma shfaqe dhe unë e shoh se ke ndjenja për mua, do jem e para që do e pranoj dhe do e marr për bazë këtë gjë. Po unë personalisht për momentin intuita jam më bën me menu që ky nuk ka ndjenja për mua. Mund të ketë një pëlqim të madh, po ndjenjat unë domethënë nuk lindja e vrej ku një person ka ndjenja për mua. Edhe këtë gjë te Mateo nuk e vrej që ka ndjenja për mua, po që e vrej që është një pëlqim I madh, edhe normalisht është një person që këtu mbrana më bën muni shumë mirë, kalojna shumë kohë bashkë dhe thjesht nina mirë me Mateo. Shumica e banorëve sidoqoftë kanë një emërues për bashkët Brikena, të gjithë ose paktën pjesa dërmuese nga sa dëgjuam edhe në klip, mendojnë se ti je ajo që nuk ke asgjë me Mateon. Sepse edhe pse ka patur prej tyre që kanë thënë që Mateo nuk e pëlqen Brikenën vërtet, po e përdor për lojë, diçka që bashkon shumicën e banorëve është pikërisht kjo, që je ti ajo që s'ke fare për Mateon, zero. Normal se, domethënë, dyshimet e mia dhe ajo ftofësia që kam unë ndaj Mateos, domethënë edhe nuk është se kam bën ai gjë s'madh për Mateon ose nuk është se kam bën ai gjë për Mateon, është normale që mundën me menduar që unë nuk kam interes për Mateon. Po unë këtu mbrana nuk kam kur domethënë nëse nuk më rrihet me Mateon, lirisht nuk kisha nejt me Mateon, po thjesht atëherë po të pyes Troç, Brikena, ti ke interes për Mateon po apo jo? Po. Dhe kur rri me të, ndihesh mirë? Si ndihesh kur rri me të? Po, ndihem mirë, domethënë më bën me unë një rahat, ndihem mirë, flasim për çdo gjë, jo vetëm për lojën, kështu që unë ndina mirë me Mateon, por që thjesht I kam thënë, çuçi thash edhe më herët, mos e thuj faktin që ke ndjenja, sepse për momentin nuk e shoh këtë gjë, dhe nuk kam qef me I bë gjanat fake veç për ta rrit diku. Se unë personalisht unë jam shumë në rregull me veten tim, edhe sot me dal për shtëpisë, unë jam shumë në rregull. Nuk jam person që du me I bë gjitha për me qëndru këtë lojë. Nëse li një gjë reale, një gjë e bukur, një gjë që unë e ndjej, do jem e para që do e pranoj edhe do jem shumë e lumtur t'ja u vërtetoj gjithëve. Po për momentin, për ta bë vetëm për lojën edhe një gjë që nuk e ndjej për momentin, unë nuk du me bë. Po, në momentin që ti nuk, le themi, e lë pak këtë mburojën tënde mënjan, si mund të zhvillohen ndjenjat? Këto ditë të kuptohemi, kemi parë edhe momente që keni qenë çik më afër, keni prekur edhe duart e njëri tjetrit, keni bërë edhe shaka, diçka që nuk para ka ndodhur, po mendon se, si me thënë, mos zhvillimi I gjës për te vjen për faktin se ti
ke vënë një mur edhe ati muri ti qëndron. Patjetër. Muri është nga ana jam se do me thonë dyshimet edhe gjana që i kum pasun për Mateon, gjana që i kemi kalu këtu mrena më kam bo me kriju një mur edhe një ftofësi që do me thonë ka herë edhe në qofë se m'hidhet me jap një përqafe, ma din nuk më vjen mja jap se nuk e di i kam dyshimet e mja, i kam gjanat e mja. Ke hallin e tanit që do t'imitoj. Po kam hallin e tanit mos po më shtamon prapa shtëm. Nga 1-10, sa të intereson Mateo? Se s'po them pëlqen. 7. Wow. Mateo, ty, Brikena? 11. Arbër. Unë mendoj se Përshtumën ishte pak dyshues. ka një ndryshim në sjelljen e Brikenës për mirë dhe mendoj që është ajo faza e njohjes ku më tepër vlerë kanë veprat se sa fjalët. Ajo që arrit kuptoj është fakti se shoh një kërkesë nga ana e Brikenës ku po tenton disi t'i shpjegoj që në këtë moment të njohjes që jemi ne, brenda shtëpisë së Big Brotheri, ku bëhet akoma më vështirë njohja me njëri, unë kam nevojë të shoh disa vepra për të cilët nuk është e nevojshme të më përsërisësh faktin që unë ndjej, por duhet me gjetë mekanizmat e duhur të cilat e përkthej në vepra që ti më do realisht. Janë pasiguri normale në kundërshtrimin ty. Kemi parë këto ditë faktikisht edhe pak shenja xhelozie, që do t'i konceptoja normale në një raport njohje, por të tepruara kur pretendimet e Mateos, për shembull në pjesën e veshjes. Për pjesën e veshjes, po, që të vishte xhupin. Tani, Spari Brikena është e dashur në tentativë. Pra, nuk janë dy njerëz që kanë një marrëdhënie të cilën është e konsoliduar. Është e papërgjigjur. Së dyti, e dashura tentativë është modele, nuk është bankiere. Dhe tani ti e di çfarë po kërkon. Ajo është një vajzë që ka qenë kishte hallin mos ftofej ajo, nuk e kishte për këtë. E mirë, dakor. Se është gripi në përkëmbë. Unë mua më duk më shumë sikur kishte të bënte me veshjen, edhe kam përshtypjen se një vajzë që është modele, mis, domethënë nuk mund ti komentosh për veshjen se tani shufishën në modelet edhe... Po, edhe u mërzit Brikena për këtë. Po, e ndjeva pak sikur u mërzit nga ajo bisedë që dëgjova midis të dyve. A Mateo? Nuk është problemi ke veshja që do kishte ke sfilatat, pasi unë kam thënë ti e modele, normalisht do kesh veshje të ndryshme. Te sfilatat do dilte edhe me bikini, kështu që nuk ishte lidhje fare veshja e sfilatës. Çështja ishte që ke debati që bëm ke grimi, më tha që mund t'ikësh ose mos më shikoj. Thash do të shikojnë të gjithë ke sfilatat dhe tha këtu vijem në siklet. Dhe normalisht momentin që bën xhiro në përshpi me atë lloj veshje, unë bezdisem qofse bën muhabet ose debat me dikë e veshur ashtu, unë do preferoja ta shifja me xhup. Edhe ke sfilata, ta të marroj. Edhe të vazhdon dhe sfilatën, tashi mund ta merrni si të doni, njeri perfekt nuk ka. Quajni xhelozi për kujdesje, nuk ka problem. Shumë mendova unë as nuk ja imponova, nuk ja imponova për asnjë moment, i thash vetëm mund të vendosësh i xhup. Jo, në fakt, unë nuk është se më ka pengu kjo gjë. Unë vesh një sekond, Rogel, vesh një sekond. Unë nuk është se më ka pengu kjo gjë, se unë vete kam shprej, kam thonë, mund pëlqen që mashkulli që do ta kem gra nesër mas nesër tjetë xheloz. Por që problemi është që për momentin Mateo nuk është i dashur jam dhe thjesht kam thonë, mbaj vendin momente kur Mateo për shembull më ka thonë unë du që të vim vetëm fustanit gjata, gjana kështu unë kam qesh, adin kemi bëj farë ironire, domethënë nuk është se i kam thonë ai gjë, po në momentin që ti vishe xhupin, veç i sekond, nëse ky më thot mu vishe xhupin nëpër shtëpi, edhe ma thot edhe i çon hundë dhe tonkon nuk më flet se unë nuk e vesha xhupin nëpër shtëpi, kishim 10 minuta për me hyjë te sfilata, aty them priti fije se nuk je i dashur im, kështu që nuk ka pse me të ngjen hatri. Ti mund të ma thush, unë e marrë këshillën për bazë se domethënë kam respekt për Mateon edhe veçoj si djalë, po thjesht ma thush, jo ti çosh mund edhe të mërzitesh. Megjithatë Mateo ndjeu mirë sepse veç një sekond nuk ta thot vetëm ty, ja thot edhe Arbrit, kështu që je në rregull. Monika. Unë do ta shikoja një këndvështrim tjetër, unë e shikoj Mateon si burrat shqiptar që janë protektiv ndaj gjërave të tyre që i duan. Po s'është e tyre, nuk është e tij. Po s'ka rëndësi, po nuk është e tij. Ai e ndëron atë. Dhe ai po lufton që ta ketë kësajën. Dhe për mua nuk ka asnjë gjë të keqe sepse në një farë mënyre ai tregon një lloj përveç respektit që i shkon para mbrapa,
por mund të them edhe në aspektin që në një farë mënyre e do të vetën o vlla, dhe duke dash të vetën, mos ma merr në këndvështrimin e keq, po ma merr në këndvështrimin e mirë. Si material. Nuk ka s'është si material ajo është një ndjenjë. Është fanatizëm. Ajo është një ndjenjë, dhe është një ndjenjë maskiliste, Roger, se edhe ti nuk do doje që shoqen tënde apo partneren tënde në krah të ta shikojnë të tjerët. Edhe pse mund të jetë shumë e bukur. Sepse syt për të parë janë dhe s'ka asgjë të keqe. Dhe për mua ajo që Mateo tregon ndaj Brikenës është një lloj, po themi, dashurie, ndjenjë që akoma nuk është përkthyer në një lidhje midis Mateos dhe Brikenës, por është në hapat e veta. Realizohet e pas realizohet, ajo është për tu parë. Por nuk ka asgjë të keqe në atë këndvështrim që Mateo ja thot asaj. Sipas teje, Monika, ky koment i Mateos e ndihmon raportin apo e ngadalson procesin? Varet nga sjellja e Brikenës, po ti e ke parë sjelljen e Brikenës. Sepse varet se si Brikena do të shkojë, por kur Brikena thotë që un kam interes për Mateo, por gjithashtu thotë që jam mërzitur me këtë gjë. Mirë, të gjithë mërzitemi nga ndjenjat e xhelozisë, sepse duam të jemi të lirë, por ama mërzitemi dhe kur nuk janë xheloz. E dalim pastaj te kjo gjëja që një grua nuk e di se çfarë do. Dua të përfshi pak edhe. Jo, nuk është ashtu, por ka një gjë, është edhe kjo, por nga ana tjetër mund të themi që nëse mashkulli yt që është në krah nuk është xheloz për ty, do të thotë që s'do, se ku ekziston xhelozia, ka dhe dashuri. Unë nuk po them xhelozi që shkon në tmerr, por një xhelozi e cila përderisa unë nuk jam lidhje me Mateon, nëse unë do isha në lidhje me Mateon, të ma thoshte një fjalë tillë, për mua do ishte shumë e shajtë dhe isha shku isha ndru, po për momentin Mateo nuk është i dashuria, përderisa familja nuk mu përzihet në këtë momente. Unë thjesht i tash mbaj vendin tënd, unë ta marr këshillën për bazë, se kam respekt për ty dhe të respektoj si çon, po thjesht ma thuj si këshill, ma thuj në mënyrë të mirë. Patjetër, ndoshta metodologjia që është, po protektiviteti që Mateo ka ndaj teje nuk ka asgjë të keqe, sepse siç është ajo që. Pra Monika thotë se nuk e ke lexuar këtë si protektivitet, po e ke lexuar kështu. Mbrojtje ndaj teje, pra po thua që kjo xhelozitë ekstreme. U mërzit edhe që pra po thua që kjo sjellje është në kuadrin e kujdesit. Kujdesit edhe vëmendjes. Po, pa nuk do ishte më mirë që në kuadrin e kujdesit. Çfarë thotë zhvishur? Jo, të mash men këngën që i dedikoj me atë Arushin. Të mash men këngën, nuk është pak më mirë që diskutim po bëjmë. Tani po të pyesësh edhe mua me çfarë këngë kam propozuar, nuk e mbaj mend. Po kushti normal se ke 100 vjet. Po ja si mbaroi. Tani unë mendoj që këto gjëra janë shumë të rëndësishme në një marrëdhënie. Shikoj se kjo që thot Arbri qëndron Mateo. Çështja ajo që ka shumë hapa para lidhjes, edhe njeriu për kujdesin, dashurinë, xhelozin, i ka këto hapa para se të lidhet. Nuk është se një ditë ti lidhesh, ti butone dhe bësh xheloz. Shiko, aq që bukur ka qenë ajo surpriza. Jo, për këngën po si se mbaja më. Aq shumë kam qenë i emocionuar unë. Po sa nuk dëgjoj. Ai ka këngën e vet Brikena vlla, çfarë të tjerëve? O kot nuk je beçari 27 vjeç më shoku jam se me këto mend ti që ke xhelozi ti s'më kush. Këtë kuptoj. Faleminderit për mendimin, po nuk. Shiko, dua të përfshi pak edhe banorët e tjerë në lidhje me komentet që janë bërë aty. Për shembull, Alesio e dëgjove komentin që Miri kishte bërë për faktin që duket sipas atij që Brikena ka më shumë kimi me ty se sa me Mateon. Si e komenton? Tani këto gjithë kanë komente ndryshme, unë e shoh në mënyrë tjetër, por që duket që Brikena është më ftoft, Mateo është nganjëherë jep edhe ato, po nuk kam pa akoma një dritë akoma që mund ta shoh që të jetë një histori dashurie, po mundohet të dy e shohin ndonjë, po edhe banorët japin shumë mundësi sepse dikush e mendon ndryshe, dikush e mendon ndryshe, po ajo që thotë Miri, ndoshta ka bëu edhe për të ngasmuar çik, po unë s'kam asgjë ndjenjë, mbon as edhe kimi me ton drejtën. Okej, Stenaldo? Unë kam një këndvështrim ndryshe nga i Alesios, jo për kimin e tij me Brikenën, po për situatën. Kanë qëndruar relativisht larg Brikenës në këto gati 2 muaj këtu brenda dhe e kam njohur avash avash. Patjetër që si për secilin këtu brenda, siç secili për njëri tjetrin, në fakt kam rezervat e mia. Por unë besoj që Brikena në këtë situatë është që për fillimit në një super presion. Që në momentin që Mateo ka ardhur në shtëpi, kur ajo u ndje e sikletosur nga prezenca e tij, që në momentin kur u diskutua se Mateo flet për familje, po në fundit familjen e kësaj vajze se solli deri këtu brenda, që në momentin kur të dy bashk e gjejnë kaq të vështirë të thyen sikur një copë zakull, unë e shikoj Brikenën që nga njëra anë ndjen presionin e respektit ndaj një djali brenda shtëpisë që me dhe me ke konsideron, nga ana tjetër ndjen presionin e madh të garës në shtëpinë e Big Brotherit ku ka hyrë dhe është gjendur si lojtare e fortë, dhe tani duhet përballet edhe me faktin që Mateo e vë
larg atyre që janë pretendent, në mënyrë që ta bëj Brikenën të varur ndaj vetes tij dhe jo ndaj rrugtimit të saj brenda dhe ndaj pretendimit me të drejtë, sikurse ka çdo njeri tjetër këtu, që ajo të bëj një hap cilësor, të tregoj veten e saj, të bëj siç ndjen dhe të dashuroj kur e ndjen. Në fund të fundit, nuk mundet asnjëri ta imponoj ndjesin për dikë tjetër. Është një gjë e pabëshme. Dhe kur nuk e ndjen, nuk e bën dot. Madje edhe kur e ndjen, të paktën unë, ndoshta lloji i djemve është i ndryshëm, nuk bëj dot ai sa bën Mateo. Do kisha përgjigjen vetë Brikena që ka pas presion për ndjekje. Do kisha bërë shumë. Jo nuk është për ndjekje. Jo nuk është për ndjekje. Apo mos e kem lënë bëj lojën e vet. Është një presion i bërë me shumë kujdes. Di si është ky presioni? Ky është presion politikisht korrekt. Se normalisht ti s'ke pa asgjë. Po jo, po se ti nuk di çfarë di Brikena, ti nuk di çfarë flasim ne bashkë. E ke shumë gabim atë. Kështu që për relatën. Unë vetëm që kam parë gjithçka, por për këtë presionin që ti ke perceptuar nga këndvështrimi. Ti ishe burre bëja të gocën për vetë atje jashtë. Nuk prisë ta fuse në cep para 10.000 kamerave dhe mos e gjeje një hapësirë. Mos e leja të lëvizë. E mbarove. Po, mund ta kthej shumë lehtë përgjigjen Brikena për gjithë ato që thet. Ta provoj atje jashtë. Jo ta acceptoje këtu brenda një super situatë. Sepse u bë domethënë disa herë që vihet në pa vetëm marrëdhënia e Mateos në raport me Brikenën, pra që ai po tenton t'i afrohet. Po s'du të harrojmë një gjë që u bë të paktën 2 javë që Brikena është aktive në çdo debat që është kundër Mateos. Është duke hyrë në çdo debat, duke u mbrojt, duke u përplas për Mateon. Dhe kjo tregon që ajo ka një interes për Mateon. Por, nga mënyra se si kanë rrjedhur të gjithë ngjarjet, janë ato gjëra që tani duan vepra. Juela. Interesi, ta jap unë këmbështrimin tim se interesi është për lojën, o Arber. A kupton? Vazhdo Juela. Ledion, unë mendoj që Mateo në rrugtimin e tij për të shkruar këtë akull me Brikenën, po tregon një farë sforcoje, në sensin që Brikena ka qëndruar gjithmonë koherente, duke thënë që mu nuk më pëlqen, por tani mund të ndjej një farë interesi dhe është e vërtetë që Brikena gjithmonë e mbron shumë më shumë Mateo në debate se sa Mateo e mbron Brikenën. Dhe Mateo justifikohet me faktin që Brikena nuk ka nevojë sepse i përball vetë debatet. Unë mendoj që Mateo, duke parë dhe mesazhet e Big Love nga fansat, kur unë i them që ti je një servil i fansave për dashuri, është sepse ky realisht ka marrë mesazhin nga fansat që kjo gjë pëlqejt me sa duket shumë jashtë dhe don ta vazhdojë drejt këtij rrugtimi ndërsa Brikena unë mendoj. Më dole këtu Joela, ta pyes pak Brikena. Brikena ti e ndjen këtë peshën e fansave në thonjza, pra që duhet kundër mbase dëshirës tënde të plotë të rish me Mateon për shkak të pëlqimit që ka publiku nga Big Love dhe nga dronat që vinë aty? Atëherë, Ledion, unë i respektoj jashtë mase dronat dhe çdo mesazh të mirë, Adin, i falenderoj shumë për çdo gjë të mirë që na kanë sjellë ose e kanë thonë për neve. Unë edhe çëm fillim kur nuk kena kon të fol me Mateon kur ka ardhur droni, domethënë unë edhe pse ka ardhur droni nuk është se jam shku jam përçafu ose Adin, më ka ndiku kjo gjë, mu nuk më ndikon fare kjo gjë. Unë kam respekt për mendimin e tyre, por nëse vetja ime nuk e ndjen me bani gjë, unë nuk do e bëj për hatër jo të atyre, por tas kujt fare. Unë du t'jem në rregull me vetën time. Roger, ti po thoje që kjo është gjë që bëhet për lojë, apo jo? Unë du me fillu, është e njëjta bluff, po ditë ndryshme. Në anglisht, same ish, different day. Gjë shumë e thjesht. Mateo dhe Brikena kanë filluar duke kënduar me njëri tjetrin për dashuri, po asnjëri nga ato nuk e do njëri tjetrin. Në 7 ditë të fundit kanë kuptuar që me goca dhe gra dhe me drone që vinë janë tek e tek pull. Tani këto duhen si ortak, është shumë e kuptueshme, njësoj si që jam unë me Livjen ose me Juelen, a kupton? Gjë shumë e thjeshtë që këto dy nuk e kanë idenë se si mund duken ato jashtë. Dhe unë i them këtyne, aman, se këtu në shtëpi po bëhet, duhet me majt koven, sa herë ti shoh të bashkë, se ky nuk e don kët, kjo nuk e don kët, edhe ne po ngelim këtu. Bëheni të sinqert me publikun shqiptar dhe boll këto mase po na mërzitni vlla, se janë të mra shumë flok nga kjo dashuri që nuk ekziston në mënyrë kategorike. Dhe në qoftë se këto mbështesin njëri tjetrin në debat, është sepse këto dy kanë interes lojet edhe pikë. Miri, unë Ledioni kam parë gjatë gjithë kësaj periudhe dhe kam 2 pikpyetje në marrëdhënien që kanë ata 2. Ose Mateo nuk po gjen dot mënyrën se si ta bëj për vete Brikenën, ose Mateo është aq shumë egoist sa pret shumë sinjale më të mëdha nga
nga Brikena, por unë kam folur me Brikenën dhe i kam treguar një histori timen personale, edhe ajo nuk është njëri kaq i ftohtë sa ne shikojmë gjithë nga jashtë. Ajo është shumë sensibël në të tilla situata dhe kur e dëgjoj historinë time, ajo shkoi dhe takoi Mateon direkt. Dhe ky është një sinjal që Brikena është njëri që duhet të dish se si ta dashurosh dhe ta bësh për vete. Mateo? Po dëgjoj fjalët që dëgjoj për ditë, akuzat që dëgjoj për ditë. Gjoj një roger që mundohet na përçaj nga mëngjesi deri në darkë duke na dhënë vetëm mendime negative për njëri tjetrin. Edhe Mirin po ashtu që flet në përcepa dhe vazhdon të edhe akuza. Një Juel që thot fjalët e fundit ti e klysh, servili dashurisë, ti s'ke edhe shumë fjalë të tjera, pasi u fare, po. Ishe ke klipi. Pa i dhënë njëri as konfidencat, as komfortin që të flasin me mu për këto tema. Do më thënë, tyre i nevojitet një jo nga Brikena që t'i bëju një kafe, që t'fillojnë të flasin 10 veta, edhe amu që duroj presionin e gjithë tyre që të vazhdoj të bëjnë funditës po atë që dua unë, edhe të vazhdoj të bëjnë atë që dua, sa do të vazhdoni që të gjithë. Selin? Kjo është një situatë e përsëritur, janë po prapë të njëjtët njerëz që dalin dhe flasin për një marrëdhënie që është komplet totalisht puna e Brikenës dhe Mateos. Nuk po flasim në këtë pikë më për vërtet Nuk po flasim në këtë pikë në këtë pikë nuk po flasim më për vërtetësinë e marrëdhënies, por ama unë personalisht, nëse Brikena më kishte dhënë mundësinë për të patur një diskutim edhe më të afërt, sepse për shembull me Mateon shpeshherë na ka ndodhur për të folur për mënyrën se si ndjen edhe për mënyrën se si Mateo e shikon Brikenën me sytë e tij. Ndërkohë për Brikenën nuk do më pëlqente vetëm gjëja që bën që po këto njerëz që dalin për herë në klip dhe janë kundra relacionit të tyre, i lejon të ulen përballë saj dhe t'i japin mend dhe leksione për një histori dashurie që ta ndërtoj vetë Brikena nëse do doj ta ndërtoj, ose nuk do ta ndërtoj kur. Jo vetëm Miri, dhe unë me Emalin në Brikena. Jo, unë jam tip njerëzor se këtu nuk është se folin kaq dhe atëherë duhet me kap me i mytë dhe me i buana i gjakut, kupton? Jo, ne nuk po flasim për këtë, pa ama që ti vendos limite për një person që ti ke në konsiderat dhe ke interes për të, sepse nuk ta do njëri mirë për sa po dalin dhe thonë të njëjta tema dhe flasin në të njëjtën mënyrë për djalin që ti ke treguar interes. Unë mendoj kështu ndoshta janë gabim. Unë jam edhe tip njerëzor, kështu që nëse ulem me fol me dikë mund të jesh njerëzor, nuk do ta dëgjosh çfarë thotë mos sa kundërshtosh. Jo. Ti je njerëzor, është e dëgjon dhe thua, është marrëdhënia ime, është puna ime se si sillen me Mateon, është totalisht. Nuk e qenë te biseda me Malin edhe as me Mirin, kështu që nuk e din ai kam kundërshtu ajo. Mundën me ta thënë ata dy nëse i pyet, kështu që sugjerim, unë nuk po them që ti ke bërë Malin apo gabim.